Një trend i ri po fillon të aplikohet në qytetin e Elbasanit me blerjen apo marrjen me qyra të banesave për të jetuar. Për shkak të afërsisë gjeografike me Tiranën, po vihet re një rritje konsiderueshme e kërkesave për të marrë një apartament të banimin në Elbasan nga studentë dhe familje që punojnë apo kanë aktivitet biznesi në kryeqytet. Agjentët imobiliar në Elbasan shprehen se për shkak se çmimet për metër katror të banesave në Elbasan janë më të ulta se në kryeqytet, shumë qytetarë zgjedhin të marrin një banesë në Elbasan dhe të studiojnë apo punojnë në Tiranë. Kërkesat në Elbasan për blerje apartamentesh ose për marrje apartamentesh me qira gjithmonë e më shumë janë në rritje. Kjo vjen për shkak sepse individ të cilët punojnë në Tiranë ose studiojnë në Tiranë gjithmonë më shumë po vinë të jetojnë në Elbasan, pasi çmimet në Elbasan janë më të lira referuar me Tiranën. Pra po kthehet në qytet rezidencial Elbasan. Çmimet në Elbasan duket se kanë mbetur të njëjta me ato të 3 viteve më parë, dhe kjo lidhet me mungesën e ndërtimeve të reja. Por vjen edhe për faktin pasi ndërtimet e reja kanë qenë gjithmonë më të pakta në Elbasan. Agjentët imobiliar paralajmërojnë se nga janari 2026 mund të ketë një rritje të ndjeshme të çmimeve për metër katror në përgjithësi.